dhe dikun mes detit mes dhe Jerusalemit është një pikë atje që më duket që gjerihot raketat me kapacitete bërthamore që kalojnë interkontinentale mbi 5.000 kilometrash. Gjendën në këtu pjesë. Këtu janë gjitha observimet të cilat fliten nga njëst apo ekspertët që kanë mundur të vinë deri në këtë përfundim. Kanë edhe fakte për këtë. Prandaj Izraeli është problematik që nuk pranon për shkak të sepse lidhja mes me përjashtim të Ingjelikut, më thëmë të dy bazave të amerikane në Turqi, duke konsideruar të 50 koka bërthamore që kanë amerikanët. Do thotë në këtë rast Turqia nuk është që posedon armë bërthamore, që unë dyshoj që mund të ketë Turqia armë bërthamore me një kooperim me Pakistanin, mund të jetë kjo jashtëzakonisht konspirative nga ona tyre që nuk e pranojnë, por të mos dalim për teme. Do thotë Izraeli arsyet e tij qëndrojnë këtu që nuk dëshiron ta merr këtë barr nga se arsyeja tjetër është që Arabia Saudite, Irani, në këtë rast, pastaj Turqia do kërkonin me këmbgulje që Egjipti po ashtu, që të jenë edhe ato fuqi që posedojnë në arsenalin e vet ku ka bërthamore. Do thotë këtu janë ato arsyet, por Teherani është një, mund të them, një duel bukur i gjatë, një mosmarrëveshje e cila ka të bëjë pastaj me çështjen palestineze, sidomos me proksin. Një rivalitet i heshtur, nuk themi. Ose dhe aktiv. Por e kanë jashtëzakonisht aktiv, por problematika është që Irani ka qenë sponsor i lëvizjeve të rezistencës në Palestinë, sidomos të Hamasit. Po flas për Palestinë sepse Hezbollahu në Liban, ashtu kështu dhe Huthit në Yemen, po edhe në Khatab Hezbollah në Irak, një milici shiite atje. Por me çështjen palestineze do thotë çdo herë ka luajtur në këtë kartë Irani dhe ka qenë sponsor dhe financues i aktiviteteve të tyre dhe mbështetjes së tyre, sidomos ka qenë ai lideri i Al-Qudsit, një krah i shërbimit të jashtëm i Gardës Revolucionare Islamike, i cili Qasem Sulejmani, i cili në vitin 2020 do thotë ka qenë ai që është bombarduar nga ky president amerikan me urdhrin e tij në Bagdad. Dhe tëra kjo, Brigada Al-Qudsi krah i Gardës Revolucionare Islamike, operimin e ka pas sidomos në Liban, pastaj thuhet që ka pas me Sinvaren Ismail Haniyeh, dy lider të Hamasit. Ismail Haniyeh është goditur nga Mossadi në qendër të në zemër të Iranit, dhe tërë ky proks i tillë i cili ka financuar nga këto organizim ose shërbim i jashtëm i Al-Qudsit të Brigadës Revolucionare, të Gardës Revolucionare Islamike të Iranit, kanë qenë ato që kanë shtyer që të kenë, do të them, një ndeshje në distancë me goditje dhe kundërgoditje, në aspektin, mund të them, edhe të propagandës, po edhe të shërbimeve inteligjente dhe deri te momenti kur ka qenë lufta 12 ditore, jashtëzakonisht e ashpër për vitet e kaluar, dhe cila kalon të shumë gjëna të pasqaruara rreth kapaciteteve. Me lejo të them, dy fuqi janë në lidhje të mesme të cilat e kanë të zhvilluar jashtëzakonisht ofenziven, aspektin doktrinën ushtarake. Kanë kapacitete forta të militarizimit në aspektin ofenziv. Në aspektin vetë mbrojtjes defanzive shihet që kanë mangësi, sidomos Irani, i cili kapacitetet e saj, sidomos në sistemet e mbrojtjes kundërajrore, u tregua në luftën 12 ditore ose bavara e tyre, famshme prodhimit e tyre iranian, 373, ka qenë, më duket, e dopt, por mund të them që edhe kupolla aerodromi izraelit në një farë mënyre, por mendoj edhe Romi, po edhe thardi amerikan, po shifet edhe këtë ditë edhe mbrëmë, po që nuk kanë arritur ende të jenë ata që të gjojnë ilaçin për të dalë armët ballistike iraniane. E kuptoj. Kemi disa reagime nga bota. Europa, Kina dhe Rusia. Europa kërkon ndalimin e këtyre sulmeve direkt, ndërkohë që të njëjtën gjë kërkon dhe Rusia dhe Kina, po në fakt Kina dhe Rusia thonë që është një provokim i Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit për të krijuar një konflikt më të gjerë në lindjen e mesme dhe përtej. Si mund t'i argumentojnë këto qëndrime?
Është një ndarje, për shembull, kancelari gjerman ka qenë deklaratë që ka shumë ndoshta jo mirëpritur nga amerikanët, nga Steinmeier, kryeministri britanik, I cili në një farë mënyrë është e fjalia e tij në teknologjinë ushtarake që avionet I kemë në ajër, mirë po në kryen aktivitete, sepse nuk ka dashur të bashkangjitet këtij aksioni. Pastaj gjermanët kanë sulmuar, kanë dënuar aktin e sulmimit të Iranit për vendet e gjirit që nga Kuvajti, Emiratet, Bahraini, Katari dhe Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Arabi Saudite. Do thotë, është shumë interesant është Irani dje ka bërë goditje kundër 8 shteteve. Është do hyjë në histori një vend I tillë që do godas paralelisht 8 shtete. Po, ka goditur 8 shtete, por nuk ka pasur 8 shtete. Nuk besoj se ka patur kryesisht interes për të goditur shtetet paraprakisht, por bazat amerikane të cilët ndodhen në këto shtete. Flasim për Bahranin që goditi flotën numër 5 amerikane atje. Ose në Katar ose Bllokun 5 do të ka qenë goditja jashtëzakonisht e fuqishme që ka ndodhur me atë radarin amerikan. A ka ndonjë death toll, domethënë një numër vdekjesh nga ana e amerikanëve atje ose apo nuk kanë treguar gjë? Kanë demantuar amerikanët, Irani tash hymë në luftë speciale, është një luftë e cila propaganda dhe dezinformimi është ndoshta malli më I çmuar. Sepse kështu mund tentohet të fitohet lufta edhe në opinion, po edhe në çështje faktike. Jo, e po ta fjalën goditje që thash 8 shtete. Realisht do goditje që bëhet sovranitetin e vendit të tij. Për shembull ta morëm Dubai në Emiratet, një goditje edhe sort hotelier. Meqense para 3 javë kam qenë vetëm që kam para parë që goditja do jetë edhe në objektet hoteliere. Jo nga unë, po në Al Arabia ka qenë ekspert jashtëzakonisht I vorë që ka thënë që po që se vjet deri te një ndeshje tillë, Irani do godasë edhe resortet në Dubai dhe në përgjithësinë e Emiratet e Bashkuara Arabe, në Abu Dhabi. Dhe kjo është vërtetuar dhe ka dalë saktë. Po ka ndonjë qëllim pse? Ka ndonjë qëllim pse goditën hotelet? Absolut, po. Ka kapitali amerikan, ka financa amerikane, ka financa të Izraelit. Dhe tëra kjo hyn në domenin e goditjeve që sipas Iranit, po flas, çdo në konceptin asaj kur tham ka godit, ka bërë këtë dhe ka këtë synim, nuk po flas që është mirë apo është jo mirë, por po flas në atë që koncepti I tillë I doktrinës së Iranit për të sulmuar shtetet për rreth xhirit thën sovranitetin, dhe kjo është dënuar edhe në Këshillin e Sigurimit, ka qenë një seancë do të thirrur urgjente, meqense ka pas pajtim të pikave të rendit të ditës nga pala ruse dhe kineze, por është interesant që 8 shtete nuk e thash të rastisht, duke të përfshirë edhe marinën amerikane, bazat amerikane. Pastaj nuk di, kem momente kur për shembull ka informacione që mund të jetë goditur edhe Abraham Lincolni, nuk është e vërtetuar, nuk ka ende të dhëna për humbjen të ushtarëve amerikanë. Amerikanët komanda. Arsye propagandistike në mënyrë që të mos të duket keq. Po, absolut, po. Patjetër. Po, është komanda amerikane për lidhjet e mesme, një center command është atje, një orë, kanë thonë që ndërmjet nuk ka asnjë ushtar amerikan të vrarë, të plagosur apo të zhdukur. Dhe kjo është informatë e tyre rezultat. Mund të jetë ndoshta ndryshe, sepse thamë më herët jem ko luftë dhe mund të kem opinione apo lajme të cilat ndonjëherë hyjnë në arsenalin asaj që për ta goditur psikologjikisht palën njërin apo palën tjetër. Por mendoj që kjo goditje e cila ka ardhur, mund të them, fillimisht nga Izraeli, me aviacionin e tij, I cili me siguri dhe ka përdorur atë hapësirën ajrore të këtyre shteteve, të cilat në fillim nuk kanë qenë të dakorduara. Mirë, më duket se tash kemi një aleancë vendeve të gjirit dhe Arabi Saudite në emër të asaj për të mbrojtur nga rrezikshmëria e goditjeve iraniane, mund të krijojnë një lloj aleance me amerikanët në këtë rast dhe me Izraelin, dhe të jenë në devijën asaj që hapësira ajrore e tyre edhe legalisht mund të shfrytëzohet.
Pra mund të ketë përfshirje edhe të aktorëve arab në... Po. Okay. Thëm drejtën, Enes, është problem të thuat që do ketë luftë mes vendet e gjirit apo arabëve musliman suni me shiat në Iran në këtë rast, por besoj atëherë do kemi përplasje të rëndë e cila mund të implikoj po ideologjike, por edhe të aleancave të ndryshme që mund të hynë në përdorim. Kina është jashtëzakonisht e interesuar që të qëndrojë dhe të godas fort Irani ndaj pikave amerikane dhe izraelite në këtë rast, sepse burimet e energjisë dhe çmimi që merret i kësaj nafte në Iran është jashtëzakonisht i favorshëm për kinezët, dhe mendoj që Kina ka luajtur një rol jashtëzakonisht aktiv, sidomos në muajt e fundit, me elektronikën e tyre që ka të bëjë me përcjelljen dhe navigimin e aktiviteteve të forcave ajrore amerikane, apo edhe komplet lëvizjeve të tyre që bën aspektin e asaj që nënkupton elektronika. Dhe kjo mendoj që në shpërshërbimin e inteligjencës iraniane ka qenë jashtëzakonisht e dobishme. Dhe në këtë drejtim besoj që ndonjëherë njeriu mendon që është një duel amerikano-kinez, por mund të ndodhë që mund të him në një katrahur kur këtë ditë Kina mund të godas Tajvanin.